Muaji mars u mbyll me një mot të paqëndrueshëm, ndërsa prilli pritet të vijojë me rreshje dhe ulje temperaturash. Sipas sinoptikanes së Meteoalb, Lajda Porja, rreshjet do të jenë të pranishme në të gjithë vendin, madje edhe në javën e dytë. Duke filluar pra që nga data 1 prill dhe të paktën deri ditën e premte, të mbetemi në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Në fakt prilli, java e parë e prillit, edhe pse do t'i ketë prezencën e rreshjeve, nuk është se ne do të presim rreshje problematike apo me intensitete të larta, do jetë sërish të jugu më i fokusuar, duke qenë se edhe vranësira apo epiqendra e vranësirës është pikërisht në zonat jugore. Në zonat malore nuk përjashtohet prania e dëborës. Sikundër kemi patur prezencën e dëborës në zonat malore përgjatë marsit, pritet që t'i kemi prezent edhe përgjatë muajit prill. Duke nisur nga data 11 prill që përkon me nisjen e fushatës për partitë politike, deputetët do të përballen me rreshje. Do të ketë edhe rrebeshe dhe rreshje disi më problematike, do të jetë edhe relativisht pak ftohtë për të gjithë ata që bëjnë për shembull fushat në zonat veriore, do rishfaqen në zonat e thella dëbora. Parashikimet afatgjate të meteorologes thonë se moti pritet të stabilizohet pas mesit të prillit. Megjithatë, temperaturat pritet të mbeten mbi mesataren, duke kujtuar se stina e verës po afrohet.